Kanë arritur në pikën përfundimtare punimet për shtrimin e tubacionit kryesor të ujësisë të Shkodrës për pjesën veriore të këtij qyteti. Pikërisht këtu tek rrethullimi pranë spitaleve është përshëndruar puna për gërmimet dhe shtrimin e tubave. Specialistët që drejtojnë punime sqaruan jashtë kamerave se nga kjo pikë do të bëhet komandimi i ujit për spitalin rajonal, lagjen Skënderbeg dhe zonën industriale. Avancimi i punimeve këtu ka detyruar përgjysmimin e kapacitetit të qarkullimit të automjeteve në 4 drejtimet që lidhen me këtë rrethullim, një nga nyjet më të ngarkuara në sistemin rrugor të qytetit të Shkodrës. Për këtë arsye, kompania ndërtuese ka caktuar orientuesit për drejtuesit e mjeteve. Sipas specialistëve, puna në këtë zonë do zgjasë edhe për disa ditë, përpasoj qarkullimi i mjeteve do të vazhdojë të drejtohet nga orientuesit. Gjithashtu kërkohet një kujdes i veçantë gjatë gërmimeve, pasi punohet në një pikë ku kalojnë edhe kabllët e tensionit të lartë. Ky investim pjesë e një projekti të nisur nga stacioni pompave të ujit të pishëm në Dobraç, i mundësuar mbi bazën e marrëveshjes së qeverisë shqiptare me bankën gjermane KfW, ku financimi arrin në 9,2 milion euro. Pas shtrirjes së tubacioneve në Dobraç, Golem dhe Shtojnë e Ri dhe lagjen Partizani, tashmë zbatimi i projektit ka mbërritur në rrethrrotullimin pranë spitaleve. Lyrishtja e këtij rrethrrotullimi është dëmtuar nga punimet, por sipas kontratës ajo do të rehabilitohet pas përfundimit të investimit nga kompania ndërtuese.